marrë shkas për këtë deklarat për mediat që për mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, e cila jo më larg se dje, në datën 1, e cila ishte njoftuar 5 ditë më parë dhe që do të zhvillohesh në një orar për sa kam kohë këshilltar në Këshillin Bashkiak nuk ka ndodhur ndonjëherë në orën 5. Megjithatë, ne si grup opozitar shkuam në mbledhje, por edhe pjesa e kolegëve tanë socialistë ishin prezent dhe quorumi ishte, futën edhe karta, por bëshin gati edhe për mbledhjen që të fillonte. Normalisht opozita me qëndrimet e saj për atë, sidomos për pikën e Z që ishte dje paketa e maleve, por si për çudi dhe si me një urdhër politik që ato morën, mbi 10-12 këshilltar socialist u larguan në mënyrë të beftë dhe të menjëhershme. Dhe kur u bë apeli i prezencës, doli që ishin vetëm 23 veta prezent. Por në mënyrë vizuale, unë 10-12 për tyre i pash që ato ishin prezent, futën edhe kartat, dhe kur bë ndezja e sistemit elektronik i cili i jep prezenca dhe quorumi ishte, por pasi ato morën në urdhër politik, u fik gjithçka dhe u bë apeli në mënyrë manuale dhe doli që ishin 23 këshilltarë, duke ikur në mënyrë të beftë. Dhe kjo, për ne si opozit, ngjalli shumë dyshime dhe për këtë arsye dolëm në një deklaratë publike, sepse kuptohet qartë që tek paketa maleve ka pazare. Dhe fatkeqësisht nuk është pazar që ato patën frikë nga reagimi edhe qëndrimi i opozitës. Janë punë të pista që janë brenda pet majorancës. Gatimin që kanë bërë në paketën e maleve është e turpshëm, siç kanë bërë gatimin e çdo vëmje prone publike që nga Zvërneci në Valbon dhe deri në çdo skaj të këtij vendi. Sepse këto nuk janë forcë politike e cila mendojnë të thithin investime të huaja, të cilat zhvillojnë një turizëm të qëndrueshëm që sjell benefite për investitorët dhe për qytetarët e këtij vendi. Këto janë thjesht një band në pushtet që grabisin pronat e përbashkëta të shqiptarëve, ku dita ditës bëjnë pazare me njëri tjetrin, cindën copë të këtij vendi të begat ta kafshojnë për pazare të tyre personale dhe që shkojnë vetëm për interesat e një grupi të ngushtë brenda klanit të rilindjes. Dhe për qytetarët shqiptarë ka vetëm njerin largim të shpopullimit të këtij vendi. Prandaj ne si grup opozitar këtë çështje nuk do ta lëmë kaq, do të kërkojmë informacione më të detajuara për atë çfarë ndodhi me paketën e maleve, pse u prish quorumi, kush ishte shkaku i mosarritjes së quorumit dhe urdhri politik që u mor nga ana e Partisë Socialiste për të bojkotuar dhe për të shtyrë këtë mbledhje, cilat pazare janë prishur dhe si është kjo paketa e maleve e cila ndahet në këtë mënyrë, sepse nuk duam të hyjmë se unë e di sepse kam informacion nga njerëzit dhe nga emrat cilat ishin të afishuar në listën që ishin përfitues të disa pronave të paketa e maleve, që kam dyshimet e mia, por nuk duhet të abuzoj tani që nuk kam informacionin e duhur, por kuptohet qartë që kjo është një grabitje e pronës së përbashkët publike, në dëm dhe në kurriz të gjithë shqiptarëve. Kjo ishte që mund të thoja përsa i përket pikës së djeshme. Faleminderit.